Astrid Sinanaj, 49 vjeç, i dënuar me 22 vite burg, është arrestuar pas vendimit të prokurorisë. Sinanaj tentoi të vrasë biznesmenin Faud Verzivollin më 6 maj 2017, duke i vendosur poshtë makinës 1 kilogram tritol C4. Lënda plasëse u konstatua nga një person në zonë, i cili telefonoi kushërinë e tij që punonte në polici. 49 vjeçari ishte identifikuar nga këqyerja e 13 kamerave të sigurisë në qytetin e Elbasanit, pasi u konstatua sasia e tritolit në mjetin e Faud Verzivollit. Ky i fundit gjatë gjykimit tha se nuk kishte patur asnjëherë konflikt me të dëshuarin, por se ishte përdorur si karem gjatë përplasjes së bandave në Elbasan. Për këtë ngjarje u mor në pyetje edhe Astrid Sinanaj, i cili ka pohuar se nuk kishte njohje me biznesmenin dhe se ishte rastësisht në vendin e ngjarjes. Megjithatë, Sinanaj nuk u dorëzua dhe disa ditë më vonë organizoi një tjetër atentat. Këtë herë vendosi një sasi tritoli në derën e lokalit të biznesmenit në Elbasan. Edhe këtë herë shënjestra nuk u prek. Personi tjetër i pandehur në këtë çështje për akuzën e moskallëzimit të krimit, Thanas Thoma, një ish punonjës kazinoje në Elbasan, është dënuar me 10 muaj burgim. Thoma kishte dieni se Sinanaj kishte tentuar të vriste me tritol biznesmenin Faud Verzivollin, atentat që sipas të dënuarit ishte financuar nga Florenc Shrapja.